dangerous woman. Something about Oh, Dandela Jessit makes me feel like a dangerous woman. Something about you. Sa seksi sot. Dhe Not anymore, po sot dukemi po fuzë veten këtu se mu duket treja. Duke ashtë bukur sot. Thuaje own it. Duke ashtë bukur sot. Ky panel. Po. Ky panel shkëlqen. Nuk është më një panel lesbike Është lesbike seksi. Jo thjesht lesbike. Jo, zoti mat. Gjese si e gjese? Imi shumë mirë. Sytë nuk i kisha Jemi shumë vënë. mirë. Ju nga shtëpia dhe nga familja juaj si shkoan dhe nga Fustani ju? i zi me këtë dantellën të pas kanë nxjerrë në pas syt më shumë. Se dia që i kishe kaq Kaq qelur. Kaq të mëdhenj syt. Syt të mëdhenj edhe të mbushur që ta tregojnë fytyrën kaq bukur. Për ndryshe, edhe ju bukur jeni veshur. Falenderojmë Azurët sot që na nxorin në dritë na ka nxjerrë syt në pa. Gjesit ja ka nxjerrë në pa sot. Neve na kanë nxjerrë këto që kemi. Unë jam e mbuluar, e kam marrë shumë seriozisht, e jam një klas i vërtet, por deliroj pak, më ikën pak klasi nga getat, sepse jam klas dhe rrezikshme. Bravo, dukesh një yll. Ti dukesh yll gjithmonë, po sot dukesh akoma më i bukur. Megli gjithmonë duket si një eve që vret burri miliarder, duket gjithmonë ashtu, nuk e kesh arriti që dukesh e pasur. Unë mendoj që ne të fillojmë ti manifestojmë Megli ti je një burr miliarder dhe jo më një të veç. Qëndron dhe kjo. Qëndron dhe kjo. Problem kam dalë pa burrë, kupton. Mund të vetë bëj me ve. Jo, pra, mos të vdesit, paktën ta gjesh me lek, po mos të vdesit. Bravo, ai nuk do vdesi pa dashje. Me rëndësi të jem e ve dhe mos më ketë lënë borxhe. E di kush mendoj Të qëndron. Me rëndësi të jem e ve, me rëndësi nëse larg qoft mos më lej me borxhe, do të thoja. E di kush mendoj unë që do t'i ngëllonte çik keq, po nuk meritojnë një vend në parajs, po e them kështu pak më but. Nuk e di nëse juve ju kanë dalë këta çunat që janë vërdallë për TikTok që i bën sponsor videove të tyre në TikTok. Ju kanë dalë këta çunat? Unë nuk e dija që TikTok bën sponsor. Nuk e di pse ka nisur, ndoshta nga që ne përdorim VPN dhe mua më dalin këto çunat tani që përdorin i bëjnë sponsor të videove. Nuk ka gjë më ik në botë, në planet. Je dua të di si është video. Video është një foto që i kanë vënë një sound aty dhe ja vendos ai dhe ka dalë kështu sikur nuk e ka mendjen. Foton e ka bër vet, se harrova mikrofonin. Foton e ka bër vet dhe i bën sponsor. I ka thënë vetes ma bën një foto pa mendje. Ua, është të mëshme apo qa bën, çuna se nuk e jemi ne problemi. Nuk kemi ne problemi realisht, do të thënë. Po dua të di ku do me dalaj me këtë mobet. Do ta shohin më shumë, po në TikTok sponsor është normale. Nuk Tinder duan me dal. Thjesht është pak është një nivel i ri i X-ave unlocked. E vërtet. Jo. Stay away from us. Do të thënë, edhe ishte edhe nëse bëje sponsor në Instagram, po sponsor në TikTok është akoma dhe më keq. Po kanë sa kohë që e kanë lënë këtë sponsor në Instagram. E kuptoj. X-a të tjerë po shtohen. Tani. Ku jemi sot? Çfarë do bëjmë sot? Kë do shajmë dhe pse do i shajmë sot? Sot jemi këtu për të diskutuar tamam opinionet tona, nuk do shajmë asnjë këtë episod. Kam dyshimet e mia. Sot do flasim për temën. Është për hyrja. Okej, më fal. Për temën, a funksionojnë lidhjet kur partnerët vinë nga shtresa të ndryshme ekonomike? Ja. Pse jo, Blerta? Pse gjithmonë një jo kaq e madhe direkt? Nëse goca për shembull ka më shumë lek se sa çuni, automatikisht çuni ndihet inferior. Kështu është sot. A nuk mendon ti, Blerta, që dashuria nuk nje para, nuk nje ekonomi, po nuk nje asgjë? Po nëse dukem si një gocë shumë e mirë për të martuar edhe kështu gocë, po nuk funksionon, po nuk kanë rëndësi lekët, do ta thoja që po jo. Në 2026 lekët kanë rëndësi, lekët kanë shumë rëndësi. Sepse s'është vetëm te pjesa e lekëve, po ideja është që ti të merresh me një, do të thënë, ti je një gocë që nuk je është normale, gjithmonë ti je një gocë që vjen nga një ekonomi tjetër, po imagjino tani ti je një gocë që je shumë e pasur. Ka gjë jeta jo më vazhdo. Falni se unë jam ftofull. Mund të jesh shumë e pasur,
pasur dhe tani ti dhe shoqërinë e ke të tillë, tani nëse do shkosh çift diku për shembull, ato duan të ikin në Zvicër të bëjnë ski. Dhe i dashur normalisht përveç të ndihet inferior me partnerin, ndihet inferior dhe me grupin e njerëzve që do jenë aty. Tani çfarë do bëj? Do të fillojnë leku sjell sherr dhe mungesa leku sjell sherr dhe të kesh sjell sherr, hall të kesh, hall mos të kesh. Nuk e di si shkoj kjo punë. Unë s'flas më. Ti çfarë mendon? Unë mendoj që nuk funksionon dhe mendoj që është më mirë kështu, sepse siç kemi dëgjuar fjalën që na kanë thënë gjithmonë të parat tan, leku shkon tek leku dhe kështu do të shkojë gjithmonë, domethënë. Dhe unë mendoj që realisht njerëzit janë ekonomikisht aty ku meritojnë të jenë dhe aty ku duan ata të jenë. Pra nëse dikush do të ndryshonte jetesën e tij, do ndryshonte. Por mendoj për shembull që nëse unë do isha një gocë ose po marr rastin tim. Nëse ti do ishe një gocë. Jo, nëse do isha një gocë me shumë e pasur do thoja, por duke qenë se nuk jam shumë e pasur, por do bëhem shumë e pasur, duke qenë se kam këto mundësi që kam tani, që mi ka plotësuar familja ime, nuk do doja dhe unë do preferoja që të lidhesha me një çun që nuk mund të më mundsonte, të paktën sa që kam. Blerta tha, nuk funksionon lidhja, tha, kur femra ka më shumë lekë se mashkulli. Po nuk aty funksionon ndihet se inferior. jo nuk funksionon se ai ndihet keq edhe Po fillon. pse ndihet keq? Gjithmonë dihet botërisht që mashkulli është ai që duhet të ketë më shumë. Po se kështu jemi rrit ne, babin kam pa dhe ata, edhe meshkujt intimidohen kur femra ka më shumë. Po pse siç duhet intimidohet kur ka më shumë dhe të tërhiqet, është mendimi im personal, sepse unë nuk mendoj që një mashkull do quhet plotësisht mashkull nëse nuk do ishte mjaftueshëm i aftë për të mbajtur familjen në këmbë. Unë jam shumë dakord që do të punojnë të dy, të kontribuojnë të dy. A nuk mendon ti që sot është shumë kjo ideja e 50 me 50, pra nuk është më duhet të provide mashkulli, duhet të siguroj mashkulli për familjen dhe unë ç'do bësh? Jo, unë nuk po them që unë të ri në shtëpi dhe ai të silli lek në shtëpi. Po them që në fund të ditës është ai që duhet të ketë pak më shumë ose të paktën njësoj sa femra. Që tani ndaj më do jetë më i pasur atë. Unë thjesht mendoj që nëse për veten time nuk do pranoja të isha me një çun që ka më pak lekë se çka mund. Se çka mund të po ja në dashuri për shembull. Po dashuri ishin gjitha ato, jo sot për sot dhe për nesër. Po a nuk mendon ti që njeriu duhet të shohësh ambicien edhe çfarë vizioni ka për jetën e vet se sa ti shohësh lekët momentale? Unë e thash në fillim, nuk jam dakord me një disnivel shumë të madh ekonomik, se nuk jam gjithë nuk ka të bëj fare të lekët. Se po të dëgjoj edhe kam qenë që të dëgjoj. Unë mendoj që ai nuk do ta ngrej kur kokën në marrëdhënie. Pra, do ndihet aq i shkel. Po i shkelur është, kur nuk ka. Edhe kjo do sjellë gjithë ato problemat e veta, se i bie që ai, domethënë, nuk mund, do ndihet shumë poshtë. Edhe unë njoh është një make-up artist shumë e famshme shqiptare që ka domethënë burri vet ka lënë punën edhe është në shtëpi, është një baba që rri në shtëpi, ka qenë muzikant edhe ajo është provideri, ajo bën shumë lek. Dhe ai është shumë okay me këtë fakt. Pra, unë mendoj që edhe pse ne kemi këto mendimet tona që janë tradicionale, mendoj që me kalimin e kohës, siç po vin punët, femra është fuqizuar shumë si qenie dhe mendoj që në këtë pikë meshkujt mund të jenë si aksesor, është mohabet tjetër ai që të jenë si aksesor, që ti ta dalësh vetë për veten tënde, që me këtë jam shumë dakord. Është mohabet tjetër. Po lekun e kam qef të tipin. Du të rri me këtë, më kënaq, më bën për të qesh. Unë mund të bëj më shumë lek se ky, po unë kaloj shumë mirë. Kalon mirë 2-3 muaj, pastaj e bën si lolo, e nxjerr për jashtë. Unë mendoj që në një stad të caktuar të jetës, nuk po flas për kur je kështu me kokën e ajër dhe ti mendon që mund t'i bësh të gjitha. Prandaj po them. Leku mund të jetë i pari që vlerësohet. Por në momentin që ti je në një stad tjetër që ti mendon të krijosh familje dhe nëse ti te ky njeriu shikon ca vlera të tjera përveç lekut, mendoj që do bëje kompromis. Patjetër. Pra, nëse ky është njeriu i durë për cilin ti je shef si babain e fëmijëve tu, është njeri që të do e para, jo kompromisën ti nuk e do. Domethënë e do patjetër dhe ai të do, po ai ka më pak lekë se ty, unë mendoj që në këtë rast do ta bëje kompromisin që nuk do doje të shikoje shumë atë sa lek ka, po ç'a mund të bëj ai për ty, ç'a të jep ai ty, ç'a lloj njeriu është ai, se në jetë kur je më i vogël ti fluturon me preshë dhe thua dashuria, seksi etj, po kur ty të vjen jeta që shikon se sa gjëra ka, thua prit, ky njeriu a më respekton, a më do,
a është babai i dur për fëmijët e mi, pra nuk mendoj që shifet vetëm leku në stat në stat Po nëse ai do i plotson të gjitha ato kushtet, por do ishte nga një shtresë e varfër, do e pranoje? Po sa i varfër? Po për pas ka diskutim sa i varfër. Jo e mesme, punon. Sa i varfër? Me rrogën e muaj, se i varfër për mua është ai që nuk siguron dot të haj buk, jo i varfër. Se tani nëse ai merr 800.000 lekë, 900.000 lekë, 1 milion lekë, nuk e quhet dot të varfër. Po jo, nëse është pa punë nuk ka të bëj, ai konsideron se s'ka lekë. Nëse është pa punë, është i paaftë që nuk mund të gjejë një punë. Edhe nuk ka ambicie. Ti shef ambicien dhe vizionin që ka ky si njerëz, se nuk mund ta shohim të varfër nëse merr 800.000 lekë rrogë ose 1 milion lekë. 800.000 lekë nuk është varfër, po merr 400. Po pse i merr? Pse i merr 400 është pa aftë gjë një punë? Sa vjeç është 40 vjeç dhe merr 400.000 lekë? Jo, se ka shumë probleme. probleme. 23, 24, 27. Po 23 vjeç dhe merr 400.000 lekë, dhe nëse unë jam 23 vjeç, si drejtë do ta shohim këtu të varfër, do shoh premisat, çfarë po bën ky metën e vet, çfarë shkollë bën? A ka mbaruar shkollë, çfarë vizioni ka? Pra leku shihet, po leku nuk tregon vetëm a ke ti para për të ngrënë buka, po jo, tregon me kë shoqërohesh, me kë rri, me kë stri, është rrethi që ti rri, tregon si has, si pi, tregon shumë për një person. Unë me këtë nuk jam dakord. E para edukimi në Shqipëri studentët e shkret edhe masi kanë marrë shkollën, po s'patë një mik përfundojnë call center dhe kamarier, sepse duhet avash aviot, ai kanë ardhur nga rrethet, jo kështu. Tani ai shkreti ç'a të bëj? Nuk po flasim për student për moshën 20-22 vjeç, shkollën thashë dhe po krijon një karrierë avash. Ai mund të jetë super tip, të thoshti, po ky se un vim nga dy stresa të ndryshme, ndoshta ti si ka ecë në atë moment. Pra, si po nuk kam çfarë bëj mua eci. Edhe unë duhet të hyj me dikë që ka ecur si unë. Tani keq, jo, nuk e them fare, nuk është keq. Ai të gjeti kë që është në stresën e tij. Unë jam në moshën 21 vjeçare, kam marrë 2-3 gjëra me shtëpisë, pa shtëpisë muhabet tjetër. Jo, s'është muhabet tjetër fare. Jo, s'është muhabet tjetër fare, se sa po e the. Me shtëpisë ose pa shtëpisë ti thua që të ka ndihmuar shtëpisë. Ai tjetri të shtëpisë mund mos i ketë me fatin që ka patur shtëpistate që të kanë rritur ty. Unë do gjej dikë, nuk e bën atë një njeri më të mirë ose më të keq. Nuk po them që është njëri i keq, që thjesht nuk mendoj që për t'ia hequr atij të drejtën, për ta njohur. Pra ti mund të kesh atë, mund ta kesh, ajo mund të jetë një lidhje që funksionon shumë mirë. Unë nuk jam materialiste. Jo, unë nuk jam materialiste, thjesht nuk mund të rri me, po nuk jam materialiste. Nuk jam. Thjesht unë nuk mund të rri me dikë që më ofron më pak kushte ose nuk është në të njëjtën shtresë ekonomike, siç jam unë, saç më ofrojnë prindërit e mi. Po pra hajde ndajmë tani kush quhet i varfër dhe jo. Po nuk do dilte. Është relative Shqipëria ose Shqipëri. Po është hendek shumë i vogël. Në Shqipëri jemi, është shumë i vogël midis. Po pra, më thuaj ti mua në Shqipëri kush quhet një çun i varfër që ti nuk do ja varje se është i varfër dhe nuk është në shtresën tënde. Se kështu bëhet diskutimi, nuk bëhet në ajër. Po pra dikush që punon dhe merr më pak se unë, për shembull. Po ai merr sot më pak se ty. Nesër ai mund të marrë. Po nesër do të rifishin nesër. Si mund ta mohosh ti atë të drejtën se merr sot më pak se ty? Ja mohoj se për momentin nuk është mjaftueshëm. Po për momentin për mua është e gjatë. Po për çfarë specifikisht jam kurioze nuk është mjaftueshëm një femër 21 vjeç, për çfarë nuk është mjaftueshëm? Nuk është, për shembull, ai nuk e përballon ndoshta të hajë dark aty ku ha unë një dark dhe e paguaj. Po ti një dark që se paguaj. Po përballon dot, me 400 lekë në muaj përballon dot. Po se me të gjithë në Shqipëri sot nuk është se po i përballojmë. Ku do të hashti në restorante që hahet Tom Hong ku 200 euro përballoj do të haj dark aty ku hati, e kështu që muhabet tjetër ai shive këtë vetja problem. Jo pra se kështu bëhet diskutimi, nuk bëhet diskutimi që i varfër, sa i varfër është. Jo pra jo, nuk ka problem, unë ka në restorante që janë çon fatura 1 milion lekë në darkë. Është i varfër, ti nuk do e varësh. Po ta marr ndryshe. Unë ha në restorant 4 herë në javë, darkë 4 herë në javë. A është dikush javë më ndiki mua 4 herë në javë në restorant? Pse fakti që ti ha në restorant me mos ha 4 herë. Pse fakti që ti ha 4 herë në javë në restorant që ka standard që duhet ta ndjeki dikush? Mua më për mua unë do të ha darkë. Unë kam lek, më falni se nuk dua të tregoj fondulle. Unë kam lek sa të duash. Sa dark sa dua unë. Nuk dalën ta darka 4 herë në javë. Kjo mua nuk më bën më të pasur dhe më mirë se dikush tjetër. Më ti për ballon dhe nuk do. Tash jashtë. Po pra unë përballoj standard. Ky është butallik. Për mua është, më nuk është butallik fare. Nëse është ndryshe të kesh, do të thuash unë nuk dal të ha 4 herë jashtë darka. Po ti thua unë dal me atë çunin që nuk më përballon mua të dal të ha 4 herë. Ai sa mundsi moj, të mos dinë mua 4 herë në darkë. Unë po ti çun se ky është butallik. Butallik për ty pse do dalësh. Të mos do të dalësh. Zgjuarsi që del dhe shpenzon. Si ka me zgjuarsin? Nuk ka lidhje me zgjuarsin e lekëve. Çfarë lidhje ka unë? Dua të ha, dal të ha darkë 4 herë në javë. I ka ç'a tregon kjo për ty si individ që ke lek? Po jo, këtë dua kaq. Ore, unë do të dalë 4 herë në darkë, 4 herë në javë jashtë. A është dikush me mua të vi 4 herë
të ham jashtë bashkë. Më fal, katër herë, ti që do të dalësh 4 herë të hash jashtë në restorant. Po nuk dua unë dal. Kjo për ty të lutem ma thuaj, ç'a tregon? Daj që dua të ha jashtë, në të vëllai që pëlqej të ha. Më fal, jo, unë do ta vazhdoj këtë diskutim. Pse të pëlqen, nuk të pëlqen të shkosh tash në shtëpi, për shembull, po do të patjetër të shkosh tash jashtë. Pëlqen ushqimi. Jo, pëlqen ushqimi moj. Ato ushqimi unë se do të shtëpi. Shumë edhe unë kam lek, paguajm shumë mirë. Moj është ndryshe, do të shkoj në shtëpi, më bën kjo mua Moj ti ke opinion, ti thua unë do të ha në shtëpi, është dëshirë. Ajo po thotë që jeta që du të bëj unë është që të kem këtë lloj jete dhe ai mua nuk më ndjek do të ha pas sapi. Është port me rigon. Po s'është mërshme. Sepse kjo ndodhet në një stadie. Kam dua të ha, është më bëri të duash apo unë s'duash. Po ç'a tregon? Ke mundësi të tregon pra. Të paktën të merrje shembullin, unë dua të iki një herë në muaj jashtë shtetit me pushime se sa të ha 4 herë në javë në restorant. Po është realja. Është realja. Po ajo aty rritet e ngrëna. Po nuk tregon fakti që ti ha 4 herë në javë në restorant që je pasur ose jo. Nuk ka lidhje me pasur, më është mundësi. Unë nuk desha me pasur. Po nëse ai ka mundësinë, edhe nuk do të hajë 4 herë. Pra, këtë po thënë Blerës se po kupton. Është mua tjetër të duash, të mos të duash. Dhe tjetër të kesh mundësi, po mos kesh mundësi. Ndonjëherë nuk duhet të jesh kaq i sertë dhe të japësh mundësinë dikujt ta njohësh dhe nëse ai ka këtë situatë. Nuk është tek e njohja, puna është një person, unë do mendoj sot dhe se ndodhi ose të shkoj ambicia e tim pas 10 vitesh. Ai mund të jetë i varfër sot, bëhet miliarder pas një viti, mund të jetë miliarder sot, ngel pa buk nesër. Këtë nuk e mendoj unë fare. Zero. Po nuk është gjë e parë që duhet të shohësh se një njerëz ai mund të dali komplet, nuk e di ose jam unë nuk po flas për dikë që ka marr lek dhe është bërë me lek nga droga ose nga punë të pista. Po marr për njerëz që janë rritur në një standard. Sepse ka të bëj shumë, si kultura, si e folura, si edukata, si të gjitha. Po ka të bëjmë sepse unë nuk mund të lidhem me një çun që vjen nga kjo shtresa dhe tani do takohesh, do të prezantosh shtëpisë do të komplet. Pra ti shkoni takon ata te një, ku ta di unë, pikërisht pra, te një pallat mbretëror dhe ata vinë në apartament. Nuk ka sens. Është kjo që unë do merresha as me një çun që ka më pak lekë se unë, as me një që ka shumë lekë se unë. Është e njëjta. Unë do ndihesha shumë inferior nëse do i merresha me një çun që shkon çdo fundjavë nga zbredh jashtë. Sepse unë s'e përballoj dot, dhe ndjem unë keq. Është e dyanshme, është reciproke, është reciproke. Megjithatë, unë mendoj që në këtë pikë kemi diskutimin në mënyra se si ti e thua dhe ndoshta e mendon, për mua, për opinionin tim është pak e gabuar. Pastaj ndoshta tim do ta ndryshosh ose jo me kohën, po të pyes ti dakord që një gocë është të merret me një çun, jo shumë, se u agjetuam pak. Për mua është gabim që unë si gocë në këtë familje ku jam rritur me kaq të ardhura sa kam, të gjykoj një çun tjetër, a del ai të bëj, do të thënë të haj ai 4 herë në restorant se duan teket mua. Atë mora si shembull moj, është kushtet e mia. Ose unë dua të shkoj të dal 2 herë në muaj jashtë shtetit, ky a më përballon, do të më nxjerrë ky muaj jashtë shtetit ose të dalim, se mua më duket e cekët kjo gjë. Jo, nuk e cekët, sepse unë do të jem jashtë shtetit. Kjo jashtë shtetit, një sekond. Kjo jashtë shtetit, unë, do të thënë, nëse unë jam një femër që më pëlqen të udhtoj, normalisht unë do doja që i dashurin të vi me mua, nuk po them ti më paguaj mua pushimet. Unë i paguaj të mia, ti pagon tuat, po unë nuk mund t'iki gjithmonë me shoqërinë dhe ai mos di kurse nuk e përballon dot në këtë aspekt. Po. I më qartë tani? I qëndroj diskutimin që patëm, nuk për mua është cektësinë e më të parë. Po nuk është cekët moj, po do të them nuk është e shikoj ndryshe. Mirë, tani ne të dyja mbaruam, mendoj. Mbaruam ose jo. Të lexojmë pak disa nga opinionet që ndahen me ne, çunat dhe gocat tek faqja e pamanualit, tek Instagrami, kur e hodhëm si diskutim. Tani, ajo çfarë mua më bëri shumë përshtypje dhe doja patjetër ta lexoja dhe ta diskutonin pak, ishte këndvështrimi i një çuni që thot, disa njerëz kanë trauma nga varfëria dhe vuajtjet që kanë kaluar dhe ti projektojnë ato trauma tek ty. Edhe sikur të bëjnë lek, nuk shërohet generational trauma, aq kollaj thot. Personalisht si çun, kam pas probleme me goca që vijnë nga shtresa të tilla, sepse më duket sikur janë të babzitura, cinike dhe oportuniste. Pra, disniveli midis stresave, djali thot që eksperienca që kam patur me goca që vinë nga shtresa të varfra i duken shumë cinike dhe të babzitura, sepse ndodh që njerëzit që vinë nga këto shtresa që nuk kanë patur lek dhe e kanë trust issues me njerëzit që kanë lek, pra mund t'i duket tërkohën kanë pikpyetje në kokën e tyre sikur pse po ma bën ky këtë? Jo, ose kur i ofrohen për ta ndihmuar. Më shumë se trust issues duken sikur ka mundësinë që
të marrin nga ai person gjërat që nuk i ka pasur dot vet, mendoj unë. Edhe një çun tjetër kishte thënë që nuk funksionon kur çuni ka më pak lekë se goca. O Blerta, dëgjove ça thonë edhe çunat vet? Do t'i kalojmë prap, do t'i futem prap. Po, dëgjoj ça thonë çunat vet një herë, çunat vet ça thonë, pastaj ti ça Po thua. unë diskutova në parim nese. Po ç'parime, ka ngele parime mos thot parime thotë. Një vajzë thot, nuk ka të bëjë dashuria, po kanë edukim, kulturë dhe këmbvështrime të ndryshme, e kam të përjetuar dhe vet. A dhe kjo ndikon si që thash. Po nuk është e njëjta gjë. Po se kultura çfarë do të thotë për shembull me kur kanë kulturë të Tani, unë e mendoj kështu. Në mendjen time kur flasim për shtresën e pasur në Shqipëri, unë e mendoj janë disa shkolla specifike që këto shkollohen, kanë atë shoqërinë e vet shumë të ngushtë, janë ato shkollat 10 veta në klasë, ne vim nga shkolla me 45 veta në klasë, a kupton? Pastaj është ikën në Angli ose në Amerikë, mbrojnë atë anglisht, shkolla është në anglisht gjithkohë. Tani, këta kur dalin nga ky rrethi vetë të njohin ty, nuk përshtatesh dot në muhabet, sepse ajo të thot kur janë ekskursion në klasën 3 të Paris dhe ti ishe unë isha në Pez. Në Pez kemi qenë. Unë isha në maksimumin te Kalaja Sarandës. Unë isha në Pez me firmë nga prindi, mrena ditës vetë ardhje. Që këtu, ajo është ka ikë nëpër muze që e vogël, ka kulturë tjetër ose ai, edhe ti tani je pak unë prapë jashtë. Unë prapë mendoj që këtu, të kjo që thua ti ka të bësh shumë mënyra se si të ka rrit prindi. Dhe kultura e lekut që të ka dhënë prindi. Sepse mua më ka ndodhur të punoj dhe të jem vërdall njerëzve që kanë shumë lek, dhe të kem njohur të dyja anët e medaljes. Të njoh fëmijë që janë shumë të pasur dhe që sillen dhe as nuk e vënë duke fare lekun dhe të jenë shumë humble, që bravo i qoftë prindërve që i kanë rritur, dhe anën tjetër të medaljes që fëmijë që vinë nga familje shumë pasura dhe i shifja me çanta Louis Vuitton në dorë me pound dhe euro që i hidhnin. Po je duke ngatru prap konceptin e lekut. Po flasim për këto old money, për këto familje që ai ka me mbiemër me breza lek, edhe gjyshi ka i qenë i binte pianos, edhe babi mësoi piano, për këtë lloj familje lekësh me kulturë po flasim, jo për edhe fëmijët që kanë sfidë shumë të mirë dhe pse kanë lek, edhe këta prap pavarësisht nuk e vënë në dukje lekun që kanë ose vishën thjesht, që kjo është muhabet tjetër, prap nuk mund të rinë dot ose të shoqërohen me fëmijë të tjerë që nuk ka mundësa ata, sa i ha drekën ku e ha drekën ku e ha, shkon blen Louis Vuitton në Milano, në Londër, në Kudiun. Por edhe mund të rri, po zakonisht inferior është personi tjetër që nuk vjen nga njëta kështu. Ajo gjithmonë kam qenë në gjimnaz, unë punoja atëherë, isha në punë dhe kur takoja njerëz që vinin aty që kishin rezervuar tek klubi që unë punoja, unë kisha shumë bezdi, unë dija shumë në siklet dhe inferior të dilja me këta në mëngjes, se këta thonin të vim të marrim nga shkolla, po unë hyrë në një makinë ku ajo goca ishte vesh sa nuk duke mund ta marr. Dhe ato ishin shumë okay, ne u kënaqtim shumë, ishin shumë cool, shumë funny. Po thjesht ti ndjesh që tani nëse ata vendosin të bëjnë një group trip, unë ku të shkoj? Domethënë, ku me çfarë lekësh? Unë merr atë 150 lekë në muaj. Pikërisht. Ç'të bëja ti? Ti janë road trip. Por është kështu për shembull ti njihesh me një çun që ka super lek. E thot, hajde të prezantojmë shoqërinë time. Po. Shoqëria e vetë ke gjetë veshur me çantë firmato, me gjëra firmato. Ti si ke? Ata sa vënë duke ndoshta. Aman o zemra ime kur më flisni në Shqipëri për nivelin e njerëzve që vishen me luks me nuk është ato që nuk është puna ato gjykojnë ata. Duhet të ndihem unë inferiore se shkoj dhe rrim. Absolutisht. Më thuaj për cilin stat po flasim, për cilin mosh. Më çu tani në këtë moshë jam, as nuk më fërshëllen fare. Ai që është rritur me atë lloj kulture leku, ka respekt në radh parë për lekun dhe për njerëzit e tjerë. Pra e di shumë jo nuk të gjykon ai, ne po themi ndjesitë që një njeri mund të kalojë dhe mendimet që ka në kokën e vet. Po them që ti do ndjesh të qarsh sepse nuk kam unë një çantë. Është thjesht çështje që ti fundin fare do ndjesh pak që ai të çon të hash në një ku diun, jashtë në një darkë që shkon 1500 euro. Në 1500 euro ke gjithë rrogën e muajit. E kupton? Ti s'do, nuk po them se ti ndihesh keq, po në fund të muajit ti thua që shiko, unë do distancohem pak nga ky njeriu që ka kaq shumë lekë se nuk ma përballon jetesa e përditshme që unë dal në vende se ai paguan një herë, dy herë, tre herë, daka 1500 euro, vjen ato, ti do paguash ti pastaj. Ç'do paguash? Kjo është gjëja. Me një ndjesh ti keq me veten tënde. Po me një buzëqeshje. Nuk ndjesh ti keq me veten tënde. S'ke para dhe kaq. Unë mendoj gabim, ndoshta po ky është mendimi im. Veshin e majt nuk e kam më funksion. Kuptova që nuk mund të jetoja me një njeri që kishte më shumë lekë se unë. Kur doja të ndahesha dhe më dha 500 euro, duke më thënë hajde se nuk bëj më. Kur je në një lidhje me dikë që ka më shumë lekë se ti, ai kërkon të blej. Këtë që thash do unë çfarë?
Kur ke Mbas dhe ka- kur merresh me njerëz që kanë më shumë lekë se ti, ndodh kjo gjëja. Unë mendoj, nëse ky e ka 500 euro tradhtin po mendoj, do të ketë qenë një tradhti e lehtë. Jo tradhtin, më thjesht nuk bën më gabim se për tradhti. O varet tani. Do ketë më shtrenjtë. Po çka, po pra tash i bie ky. Tash ja bëjmë llogarin tipit. Ky 500 euro ka 8 gabim. 2 gabime shkojnë 1000. Me tradhtun ndoshta ka më shumë. E ka vi 2000. Del, mirë. Kapi ke kap mirë këndshë, me ç'a punë bën të pyesin njerëzit. Po jam e lidhur me njërin, pse ti jep bën shumë lek? gabim? Jo, s'është se më jep lek, po më jep në mënyra specifike. Gabon shumë. Gabon shumë, por unë nuk shoh. Unë nuk shoh. Edhe janë ajo meme TikTok. Unë nuk shoh. Tani, ajo çfarë ishte shumë interesante dhe unë doja patjetër që ta kishim në telefon sot, ishte këndvështrimi i një çuni që tha, do ta lexoj, do ta citoj se çfarë kishte shkruar. Jam në një lidhje të tillë dhe realisht nuk funksionon. Thjesht thash të mbaj këtë dhe 5 të tjerë. Wow. Dhe unë thash, këndvështrim interesant, po sikur ta marrim Marko në I telefon dhe want more. ta pyesim se çfarë donte të thoshte me këtë përgjigje. Marko, është me ne? Hey, goca, si jemi? Hi. Hi, na dëgjon? Po, ju dëgjoj. Përshëndetje. Çavoni? Mirë, si jeti? Përshëndetje. Tani direkt Mirë, në temë na mirë, thuaj ja. pak historinë tënde që ke me këto diferencat ekonomike me partnerin. Po tani, o goca, diun edhe më ka gjetë hall, po edhe se më ka dalë dhe fati. Du më thëmë nuk është se ti, nga një mirë, nga një keq, nuk vi këtë ekuilibroj më përpara. Kush është e keqja? Po e keqja është ekonomia, ajo është kryesorja, stabiliteti që të jep një mashkull, ajo është gjë më kryesore. Tani ti vet më the që vjen nga një familje e pasur, pra me gjendje shumë të mirë vi ekonomike. nga një familje në një gjendje shumë të mirë ekonomike. Do më thënë, nëse jam, ai thoni vetë ju fëmijë vetëm, të gjitha në përduar, dua këto brenda javës vjen, dua të marr këtë, shkoj vetë e marr ditën tjetër, do më thënë nuk më mungon asnjë gjë në jetë. Po. Dhe je i lidhur me një djalë që nuk Me një është aq djalë i mirë cili ekonomikisht. Nuk ka asnjë gjë në jetën e vet, me familjen e vet dati nuk flet, me jeton me gjyshën e vet, maksimum, merr një rrok prej 800 euro, po them specifikisht, domethënë duke punuar, kështu që edhe e shpenzon tërë muajin natën, ndërkohë unë domethënë marr më shumë tek pjesa e lekëve në muaj. Tani ti punon apo ke lek nga familja? Se janë dy gjëra ndryshme. Që ka, unë kam në lek nga familja vet, por edhe punoj, sepse pse jo, domethënë duhet edhe të punosh vetë, nxjerrësh vetë ato lek tek e fundit. Kam pasur dy opsione, kam pasur një djalë që ka qenë shumë i pasur, kemi shkuar në një lunch shumë të mirë, domethënë expensive, dhe ka harxuar lek gjatë për një drejtë, unë nuk e dha shansin fare mbas asaj drejke, më vjen edhe blok. Dhe ky tjetri dolëm në një date, duke përfituar nga menyja ditore për 5000 lekësh. Dhe thjesht nga i deti më lë një përshtypje që po, ky njeri ka potencial, domethënë, nga komunikimi, nga thjesht me gut feeling e ndjeva që mund të kisha diçka më shumë me të djalë, pavarësisht çështjes ekonomike të gjitha këto. Të bëri klik. Po, më bëri një klik, domethënë, sa gjërat e skaluan akoma më shumë, domethënë, mbas 2-3 dateve të tjera. Tani një Po. pyetje, domethënë ti e pe që ai ka ambicie. Po, a ndihesh ti mirë gjatë gjithë kohës kur del me të, për shembull, dhe kur sheh që ti je mësuar me një Po. jetesë ndryshe, me më shumë mundësi, me më shumë të Ja, ardhura. këto janë problemet kryesore që fillojnë, sepse personalisht unë kur nuk kam dalë në një ditë KFC dhe ai ishte të më thënë pika ime më e ulët që të dilja në një domethënë aty në fast food, që të dilja unë në një ditë ishte domethënë kur do ta bëja, por ja që e bëra, e jam tani i lidhur domethënë në një lidhje 9 muajshe. Dhe thjesht kur dalën atë për gjejmë këto vende që janë pak më të lira, ose që nuk e vrasin buxhetin e atij, prap pak Ti më nuk buxhetor paguan, tek a pjesa, gjë që paguan unë nuk ti? shkoj. A paguan ti, për shembull, ai thotë që do ulemi në fast food. Rau. Nuk paguan. Rau, domethënë, ai paguan gjithmonë, edhe fast food, edhe lokalet çik më të shtrenjta nëse jemi ulur për shkakun tim, sepse ai i ka kuptuar standardet e mia. Dhe ai e bën atë gjë që të rri, domethënë të shkoj në një vend akoma expensive, por si të del jashtë buxhetit të tij. E më sot muaj që do të vim të marrë nga shtëpia dhe unë them që o sikur ti jap unë se ti si jep shumë gjë makinës edhe i bi shumë gjatë rrugëve, sepse ai ka një Subaru të vitit 2000 çka e tillë, si makinë mami domethënë, sikur jemi prindër, ndërkohë që edhe që është gati është katruar domethënë, Po ti çfarë si makinë, ndërkohë unë kam një Audi shumë të shkëlqyer letër e falenderoj prim drejt për muzim. Dhe
thjesht nuk e di më nuk më pëlqen kjo pjesa, domethënë ty pina atë makinë, Po thjesht pse kur e thua që të shoh dilni me makinën vetën. tënde kur ty të vjen turp tani që ti të dalësh me makinën e tij? Unë realisht kam takë makinën time, kështu që domethënë gjithmonë daloj me makinën time, por nga kënë dihem edhe i përdorur, sepse duke Po. dhënë në makinën stërkos, duke çuar unë në shtëpi, jo duke ardhur te shtëpia ime, jo duke çmu shkollë që se studioj në të vendin në të njëjtin vend bashk, jo duke dalë për drejt diku edhe unë jam ai që japo prap makinës, pra më dihem pak se i përdor sepse tek e fundit unë jam duke bërë shoferin dhe duhet jetë krejtë E kundërta. Duhet të jesh the princess Po, passenger. në këtë ti mund të mendosh që e duke bërë shoferin, por në këtë rast ai nuk ta kërkoi, thjesht ti e ke bezdije, domethënë. Po, dhe bezdia në një drejt, pikë. drejt. Ka ardhur nga që ai nuk ka mundësi, prandaj dhe kjo është detyruar që të jetë vetë shoferi, të përdorë gjithmonë makinën e shiko, tij. se nga një anë, Marko e dinte shumë mirë kur e nisi lidhjen se çfarë mundësish kishte ai. Tani nuk mund të gjykojmë dot një njeri për mundësitë financiare që ka, unë e se Marko dija. ka lindur në një familje të pasur. Shikoj unë e Ishte dija, por respekt. jo kaq rënd golfa, jo kaq rënd. Domethënë është çështje ku ai mund të hajë buk. Domethënë buk me një djathtë dhe me disa prosciutto dhe kaq, domethënë tash ty trekon e tij ose tarka, domethënë bëhet fjalë për një person që nuk ka. Se e shikoj se kon tash. Se han një bukë me djathtë bardhë me ca sallam, duke ecë nëpër shtëpi dhe kalon drekën, nuk do të thot aq shumë. Edhe ne hajmë nëpër vinë në sallam me djathtë. Në një çdo ditë. Mirë, shikoj me Jo, që nuk e Marko di, ka një arsye pse rrimet të. Po pra. Marko ka një Shiko, arsyet, ja, arsyet, në takim që në ndalë nga të herën e parë, kam parë që ka një zemër të mirë dhe është njëri i mirë, nuk më jep ato streset që kam pasur nga një lidhje e kaluar, me shqiptar, po e them, dhe thjesht streset ku je, qa bën, ose këto kontrollimet e shpeshta, ose pyetjet më idiote të mundshme që mund të bëjnë aty, ndërkohë unë nuk e ndjej këtë gjë, domethënë nga çdo kënd që mund të kem folur se kam pasur diçka me të jam shumë i qetë, e di që është në punë, e di që është diku në shtëpi, në punë ose në universitet, dhe aty domethënë e mbyll domethënë. Edhe pavarësisht se kemi lokacione njëri tjetrit e dim se ku jemi specifikisht. Pavarësisht nuk më jep atë stresin që Sot u tregova një çik diplomatik, Marko, se dje mua më thënë një tjetër gjë, ishte që qeshëm shumë bashk. E po tani dëgjoj, tani në ekonomia thash, nga ekonomia s'është gjaj, po ai ta betu zoti me një tjetër tani, edhe kjo është një arsye. Absolutisht. Absolutisht po e prisja, absolutisht. Tani Tani Zoti nuk di jep të gjitha, Marko. E pra, po mirë, dëgjoja, ka fal aty, tani lekët do vinë apo si lekët për të varxhu janë, do vinë, do ikin, do vinë, do ikin. Ashtu dhe. Unë justifikoj Në veten. këtë rast mund të jesh ti ai që po financon, ai financon anë tjetër, tash win-win. Po, domethënë, Marrëdhënia është 50 me 50. në këtë lidhje, domethënë që jam tani, nuk përse jam kundër dhe mund të them për të gjithë kotat që realisht nuk funksionon, por që kjo lidhje realisht mund të funksionojë, por që bëhet të bësh edhe ca sakrifica që unë i kam bërë, domethënë njëherë do duhet të sakrifica. Këtu për mendimin tim, domethënë dhe me kohën duhet ndënë që të Pa ti je gjitha. i bindur që do ta vazhdosh të lidhje pavarësisht pa kënaqësive që ke nga ana financiare. Po thua. Po, sepse tek e fundit jam i zoti vet, po punoj vet dhe i kam lekët vet, që tek e fundit një tarne, gjithsecili e ke parasysh ka jetoj dhe do ketë ekonominë e vet, pavarësisht nëse gjëja do eskalojë akoma dhe më shumë seriozisht, domethënë, unë nuk është se bëj shumë plane dhe specifikisht shkoj vetëm me gut feeling edhe me kohën, domethënë ti që e lënë në dorë kohës. Ashtu. Edhe me absolutisht. vibe, është edhe një vibe se ti janë ndjen me një herë, por një çonesh duke të bëj një herë, duke të humbur kohën, ti janë ndjen me një herë. Mirë, kam edhe një pyetje. Se ti the që e ka bekuar zotin në vend tjetër, po prap më duket sikur nuk mjafton kjo, se ti the që ke edhe një pesë të tjerë aty, se ishte një detaj i rëndësishëm. Shiko, tani dëgjoj, këto pesë të tjerat janë aty vërtet, po të duam, por që nuk do ta preferoja ta bëja këtë gjë, domethënë sidomos këtij, sepse duke ditur çfarë njeriu i mirë është, nuk besoj që do gjej dikë se ai krap, domethënë thjesht e dua, do të me pak fjalë, thjesht e dua, nuk kam koment Do, tjetër. po 5 veta në stol rezervi ke lënë, just in case. Po skuadra e mirë Po kështu tani ndërtohet. tani Mos e ai dëmtohet gjuri aty. Po, pra, ja. Tjetri. Marko, dhe një pyetje përpara se ta mbyllim, a e pe episodin ton të Po, fundit? e pash po. A të pëlqeu? Realisht më pëlqeu dhe më pëlqen që flisnin dhe jemi kaq të hapur në përgjithësi për këtë temë, sepse në Shqipëri, do se unë jetoj jo në Shqipëri për veten time të jashtë shtetit, në Shqipëri realisht ka plot çdo që kam baj ose or çdo gjë të mundshme domethënë dhe realisht kocat dhe të kem kujdes në këtë lloj meshkuj sepse ka burra të martuar,
ka çunave të dashura, të fejuara që bëjnë nuk e di çfarë nuk e prisni nga mendja domethënë. Kjo është temë tjetër, pa të ka ndodhur ndonjëherë për shembull që të kesh qenë i lidhur me ndonjë burr që ka qenë i martuar ose çun që ka qenë i lidhur por sepse personalisht për veten time mua më është dukur e pamoralshme për domethënë si gjë, dhe thjesht kur e kam marrë vesh, thjesht i kam thënë si nuk të vjen turp dhe mbaj gruan që kanë në shtëpi mos u merr me mua. Domethënë mbaj gruan kalamaj që kanë në shtëpi. Nuk ka ndodhur realisht, domethënë dhe është e shpifur sepse këto meshkuj realisht janë gati të të japin lek, sepse ashtu funksionon në Tiranë për fatin që ashtu funksionon, do të thonë ka plot raste. Që janë straight dhe të martuar. Apo janë janë të martuar, domethënë edhe sikur të jenë gay, janë të martuar, domethënë realisht, domethënë janë të martuar. Është një thëmë flash sepse aty është ajo pjesa e gjykimit, edhe të gjitha ato dhe për brezat e mëparshëm ka qenë, ndërkohë akoma edhe të brezat tonë është kjo pjesa e gjykimit. Është realisht të sad, domethënë. Jam shumë kurioze. A ka vende specifike ku ju ftojnë sepse kjo është një nuk është aq normale të dalësh në Tiranë dhe të ftosh një gay. Po pra, po kur ka qenë Tiranë, se tha, që i ka ndodhur në Tiranë. Po, jo, kam qenë, po. Varet nga çunat, sepse disa çuna nuk e vrasin mendjen fare, mund të bëjnë gjëra në makinë, gjëra nëpër hotele, gjëra nëpër shtëpitë e tyre, duke pasur fëmijë. Domethënë, fotot e fëmijëve të grave nëpër shtëpi dhe nuk kanë por fare, domethënë atë që bëjnë dhe fajnë që janë të pamoralshëm dhe që shkojnë dhe bien për atyre të domethënë gjërave dhe kujtojnë se po fitojnë botën duke thënë që e ke parasysh domethënë duke thënë asaj gruas që unë ta mora burrin ty ose këto domethënë me atë ide shkojnë. Që është një konkurrencë idiote për mendimin tim sepse ardh gruaja në shtëpi tu i thënë, "Ore, me çfarë më bë korniza mua? Se s'ka një njo." Ja po, domethënë pikërisht, domethënë realisht është shumë rëndë që janë dhe hape. Që kujdes gocat se çunat aty janë. Nuk e di kur për vetëm do dile me një shqiptar. Kur. Do doja shumë që ne ta kishim bërë këtë bisedë edhe episodin e kaluar, se tani jemi episod tjetër, po shumë faleminderit edhe shumë faleminderit Marko. Të lutem. Vazhdo të na ndjekësh, të kemi shumë xhan. Faleminderit. Patjetër i dua shumë, unë ju përqafoj, bye. Ciao. Ankohuni ju që nuk gjeni dot. Asillor ankese. Dhe të dashur. Asillor ankese. Ja ku shkojnë të dashurit sot. Asun nuk ankohem. Unë dhe Gjesi më shumë. Gjesi çfarë? Dhe më thënë, se unë nuk është se kam thënë në herë në gjë. Gjesi tha që nuk ka më nerva të merret nga Gjesi, pikërisht Gjesi e thash po. Kur e duket se po ma bën prapa të trukun, po bën sikur se kërkon që ti. Jo. Duket se tani vërtet pyete një herë ti se me mua e kam. Fal, fikeni çka më. Po e kërkon? Jo. E pas ka vërtet. Jo, e ka vërtet. Për momentin jo. Jo, kam seriozisht jo. Për momentin jo. Si është kjo punë? Unë tani mendoj që erdhi momenti në këtë pikë të emisionit që të ndrojmë pak pllakën dhe të flasim se ankohen çunat që gocat janë materialiste. Ha pra Blerta. Po kanë çuna materialiste sa të duash dhe do t'ju lexojmë disa nga historitë, se ishin shumë, të tjera do t'i bëjmë share në Instagram, që gocat ndajnë me ne se si kanë mbajtur çunat me lek. Çunat, këta do biça i kanë zhvatur. Se si kanë zhvatur fiksale, bravo. E hall të kesh, motor hall mos të kesh. Ku e di unë ja kur s'ke je rehat, e di që s'të do për lekët. Të do sepse je shumë i mirë dhe fani. Do të që është mirë kjo. Tani, kam qenë e lidhur për 2 vite me një djalë, punoja në restorantin e dajes së tij dhe ai e dinte në çfarë date më dilte rroga. Më merrte çdo herë lek, më kërkonte që t'i mbushja makinën me naftë me pretekstin se për ty e mbush. Pas një muaji, për ditëlindjen e mamit, do bëja një tatu sepse nuk jeton më dhe më kërkoi lek borxh. Ja dhash, më tha jam smur dhe mbas një jave marr vesh që ai me lekët e mia i kishte dhuruar tatu një tjetri për mamin. Sa gjuna. Shiko, është një tjetër muhabet. E kishte dhuruar asaj tjetrës. Po. Ti kishte marr lekët kësaj, me demek që do i bënte vetë, ja kishte dhuruar një tjetër. Tjetër muhabet të tradhtoj. Po të tradhtoj me lekët e tuaja. Akoma keq. Kjo është. Më ishte një histori tjetër që na kishte ardhur që ky çuni i merrte lek kësaj gocës dhe nxirrte tjetrën nëpër date dhe i binte asaj dhurata me lek të kësaj tjetrës. Kësaj bënte blok. Nuk dua ta dëgjoj. Janë këta janë çunat. Ja, kur s'ke je ajo tjetra, me lek të asaj, do të dalë në hangër.
Zemër, unë nuk mund të ndajmë nga dashura ime, ajo po na mban të dyve në këtë marrëdhënie. Llogariste lekët e naftës dhe kur ja jepja, diskutonte Çfarë diskutonte më? Diskutonte konsumimin e gomave. Ua. Hajde bëjmë pak. Konsumi goma, nuk ka faj. Një sekond. Një gomë është shtrenjtë. Është 40.000 lekë rruga sot nafta. Urdhë? 40.000 lekë nafta, për ty harxova, do të më japësh. Naftën do ta paguaj, po na çon një karburant ta paguaj naftën. Okej. Edhe gomat me lekë janë ble, a kupton? Është 8.000 lekë gomë, 80.000 lekë minimumi, një gomë. Po ti më dreqe vetëm unë hypi te makina jote që dashka me të pagu dhe gomat. Ore, hipi dhe unë, po për ty dola, Si mund të kërkosh konsumimin e po edhe unë mund t'i them, që ka konsumi gomave, edhe unë jam e konsumuar nga whatever jeti. Këtu duhet një çun, sa herë konsumohen gomat? Një gomë bën 80.000 lekë, Po. e mira bën 120. Po marrim 80 që na masëm, se ky s'ka lekë nejse, 8.000 lekë i Që gomë. di ka rezervat katër. Llogaritë për një vit që ky del çdo ditë, e kupton? Pa. Ja, ti bën një llogaritë shumë thjesht. Shpejt. 80.000, ja, shkurt fare. 80.000, pjesëtim për 365, ti shkon 200 lekë njëra gomë, herë 4, 800 lekë, do 800 lekëshin, do 800 lekëshin e gomave, qa do nga? Ja, na 1.000 lekë, pide i kafe me kusurin, ma e kusurin. Ndoshta ky do të sarti për të makinë ti leshe 1.000 lekësh. Për gomat, për gomat. Për gomat. Sa e turpshme. Perl. Kush të vjen turp aty që e thot, të vjen turp që e lexon. Ja, se ka të tjerë. Më thoshte, nuk kam lekë për naft, më rëkon të 20.000 lekë dhe jepja 50. As 20 e jetë 50. Në dark, bën të stoj në klab me shishe. Kjo është si ajo, ai shok që t'ka lek borxh, tu hap champagne, që edhe story. Ore ato lekët, jam shumë keq, se ke den kam shumë hallë. Se sa lela. Adam Portin, Alina. Bashkëtonim dhe çdo shpenzime hiqja unë. Kur shkonim në market për të bler ushqime, kur vinte puna tek faturat, në momentin që ishim në kasë, ai dilte gjithmonë jashtë ose bënte sikur i binte telefoni. Madje në një rast, më premtoi që për festa do më bënte dhuratë një Dyson. Kur shkuam për të paguar, më dha një kartë që nuk kishte asnjë lek brenda. Madje bëri dhe skena duke u zënë me shitsen. Si përfundim e paguajta vet. Ua, sa turp. Po pse i dy ngonjë, pse thotë të blej dhurat kur s'ke? E dhuna kam shumë bezdik të të blej këto të blej atë. Kush të pyeti, ja kupton, robi që do ta bëj një gjë thjesht vjen dhe ta bëj dhuratë. Ta sjell, tash. E të mesh. Mirë, domethënë i themi kësaj gocës që të mos e presësh nga ai djalë të Dysonin, mund të paguash edhe me jute për shembull. E paguam me jute, me këste. Edhe shpëton. Apo çan të presësh nga meshkujt. Për zotin e bën vetë edhe pak nga pak, ja dele mirë. Super ide. Edhe me interesa fare të ulta, ndoshta janë edhe ato kredit që janë edhe me 0% interes, janë perl fare që ty nuk të vret fare xhepin, aq sa paguan. Edhe e blen vetë si zonjë. Unë duke menduar tani direkt çan gjyre dua Dysonin që ta marr me jute. Po mendon Dysonin, po mendon në ngjyrën atë Dysonin në flokëve apo Dysonin? Shiko, unë fal jutes, unë mendoja që Dysoni vetëm që mund të përballoja është ai që fut fan duart në lokale, jo shpitime. Por fal jutes mund të kem ato të flokëve. Faleminderit vajza, faleminderit. Do të më shkuar akoma të mendojmë për shpinë. Na falni neve që i mendojmë se më zgjidh shumë puna i Dyson. Se kishte dash një Dyson flokësh. Për zotin, desh tash me rob shtëpie, po për zotin. Desh tash, shiqyr tash. Nuk e tha fare. Rutina magjistari in me, love that. Duke parë se si kanë ndryshuar kohët sot dhe se si janë kthyer çunat sot, kemi një histori, një vajze që jeton në Spanjë. Ola. Yes. Hola, guapa. Donde está? Vajza ka një histori me një djalë që i ka marrë plot 9.000 euro. 9.000 euro. Po pse mori? Do ngjojmë Sofian, e kemi në linjë besoj. Sofia? Alo? E dëgjon? Po. Sofia, guapa, hola. Hola, guapa. Hola. Si e?
Mirë, si jeni ju? Mirë. Këndshëm. Faleminderit që vendose ta ndash me ne historinë në telefon, se e di që është pak e sikletshme, por Është shumë e sikletshme. po shikon, ndihu sikur po flasim bashkë kështu ballë për ballë, se ne bisedat i bëjmë pa filtra, ju e dini. Kështu që nuk ka asnjë problemi. Okej. Na thuaj tani për këtë jaranin që ti dhe 9.000 euro, dhe pse ja dhe qysh ja dhe a ja more mrapsh. As kam për t'ja marrë ndonjëherë. E di edhe vetë, po kam qenë e lidhme me ta edhe ai kishte një biznes vetë në restorant. Po restoranti ishte të i falimentua, kupton? Edhe para se të më kërkojtë mu lek, bote si stresun 2-3 ditë para, bote si stresun lek, si kur ishte të vra vetën. Edhe i thejnë për më fali mu që ke, se këtë më kemi bashkë, kupton? Që problemi ke, jo po më duhen lek, jo këte, jo ande, edhe kërkote shumë 5.000 euro edhe sipër, kupton? Gjëra të vogla. Po gjetja i po ha. Aha. Edhe Më herën e fal, parë, okej, a kishit kohë të lidhur? pas 3 muaj filloj. Do të thënë ti kërkoj 3 lekët muaj pas 3 lidhje. muajsh. Po, Pas ka qenë kështu si subscription, marroj trial-i, 3 muaj fillon. Ku lekët pastaj. edhe pas 3 muaj do me thënë filloj. Ja thash, më kërkoj herë 5.000 euro, i thash vetëm 3 se tash unë nuk isha zë benzinistre këtu, a kupton? Po. Edhe më tha, okej, tha s'ka gjë, tha mi jep 3, tha sa Sa të kesh? sa ta shes biznesin do t'i Sa të kesh kthej. bashkë? Mi jep. Po pra, sa ta shes biznesin do ta kthej. Pastaj, masi muaj, se e kishte çdo muaj kështu, e kishte bërë si tip rroget e unë. Muin tjetër ju prish furra, bese furra restorant. Ai kishte në të njëjtën datë kërkesën. Muaj tjetër s'kishte me paguaj punëtor. Të thosh se do paguaj punëtor, qartë. Interesant. Po, do me thënë gjitha se jashtë janë mbillet shumë të shtrenjta edhe, kupton? Po mirë, gjatë momentit që ti kërkonte, ç'a mendoja? Nuk mendoje që ishte e çuditshme? Pak që po të kërkonte kaq shpejt lek? Unë mendoj se kam qenë shumë e vogël edhe mu duk të washive ky po gjahallet me mo, ky s'ka nevojë për shok, jam mon shok, a din, isha shumë fëmijë atë kohë. Unë mendoj të tani këtë. Okej, se kur ta pësosh si unë do mendosh ndryshe. Kur kam vetë ja jap, më zem. Sofi, kur thua isha shumë fëmijë, sa vjeç isha? Kam qenë ke 20 vjeç, 19, se po ta bëj 20. Të vdesë, ti kishe punuar aq shumë sa kishe këtë sasi lekësh, bravo. Po, kam emigruar shumë e vogël jashtë unë dhe punoja shumë orë. Mos i hangt ai lekët e tuaja. I ka hangër mi modë, i ka lëshuna për... Dhe nuk t'i ktheu kur, asnjë nga 9.000 euro shi. Më gëton, kur sa i u largu pastaj, kishte shit lokalin, unë nuk e dija fare se ky losë bigjos, ai kishte qenë të lojt bigjos. Jetën kohë që më kërkon të mu lek, dhe lekët e mia i ka qurë të bigjosi, kupton? Edhe u largu pastaj, kishte shit lokalin, kishte shit të shoku vetë, edhe u largu pastaj se mori telefon as fare, Ua, u zhduk? kalun 2-3 ditë, u zhdu komplet. Kalun 2-3 ditë edhe mora shokun e vetë në ngushtu dhe i thash, ore, ku është ky personi se sa di, as telefon s'po ma hap as fare. Qa ka ndodh? Sa biznesi sa më ka dhënë mu, edhe është kthyer për Shqipëri edhe lekët e biznesi kalon gjithë në bigjos. Të vjen dhe Ore, një lekët e biznesit vet, po dhe 9.000 euro është në kësaj. Ke bixhozit të gjitha. Po për lekët e mia se biznesi vet në desemës, po. Dhe pastaj ç'a ndodhi? Unë kaj nati mora babin e vet në telefon se ky më kishte thënë që i kam folë familjes time për ty, ato duan shumë me të njoh, këte janë, po unë asnjëherë s'kam pas pranu, se shifra se diçka nuk është tuet, sa kupton? Se nuk ishte gjë normale. E kisha gjithmonë si ndjenjë. Okej. Edhe pastaj më mora babin nati në telefon dhe i thash kështu ka ndodhur, lutem ktheni lekët e mia të paktën se du çuin tat më fare, as du me
as du mi fol më fare, kupton? Edhe më sa kesa do flas unë, sa nuk më besoj dhe që qëni me ka bërë këto, po prap do flas. Tholi ky pastaj nesër me mund telefon. Po kush je ti, sa që i vesh pikje qunit tim, qonim si bë këto gjana. Kush je ti që? Shpif për cunin tim. Ishe ti ajo që shpifje tani, domethënë ti po shpifje. Unë do me thoni kisha fajt se unë isha të fol kot për quna ati, se quni ati ishte i nesh për i dynja, sa këtot? Quni këti motra kot mes nesh, mos ishte gjë binjak. Në prill e ka pas ditë lindje, nuk e di që i Në prill pas ka qenë dem, okej, aty afër. Dhe mos e dash. Dem ose dash. Aty afër. Po mirë, ti nuk dëgjove më kur nga ky, nuk ka një Instagram se kërkuar më fare? Unë e kam tipin që po vendosa për diçka, edhe në qoftë ndel shpirti për diçka nuk du m'ja ditë A fare. do Ja ti 9.000 ta euro kërkojmë i shpirt lëre shpirti A e do zemrën ti- tënde, janë 1.000 A euro. do ti Sofi? Nuk i du fare, unë besoj shumë Zot dhe mendoj që Zoti do ja ktheje sa A më keq. do ti Sofi që ne të treja të shkojmë në një mision, të gjejmë Jaranin dhe t'i marrim Tevi Çobani. 910.000. Ose në i veshk, se Dhe kështu këtë si duket ka përfundu keq. Dhe këtë gjë mund ta bëjmë thjesht duke thënë tani emër mbi emër dhe ai Arani jam e sigurt se do vi vetë dhe do të dorëzoj 19.000, jo 9.000 euro. Ose në i veshk. Po ne nuk kemi as të këshia Ja, kështu. Sofia thot që ka mbyllur. Do marrë babi vet në telefon dhe thot si guxon na flishesh emrin E cunit, emrin e cunit. familja jo, në shkëshru, E po është pse ashtu. mund i themi babait të vet ti nuk e di një që çuni të luante bigjos? Pse nuk e di një që çuni të luante bigjos? Nëse në këtë pikë nuk e di ma ka shitur shtëpi me bajt akoma apo jo nga Pixozi, E di se qa- është vesi keq. Në këtë histori, Ndoshta ka shit mirë ka Gjesi. po, o Sofi, në këtë histori un kam një pyetje, se ti the që ishe e vogël, ishe 20 vjeç. Unë dhe aq të vogël dhe të papjekur nuk të konsideroj duke qenë se ti thua që ke emigruar herët, ke punuar dhe një gocë 20 vjeç që ka ato të ardhura, bravo i qoftë dhe duhet të jesh shumë krenare për veten. Po, ç'a lloj marrëdhënie ishit? Pra, ishit një marrëdhënie që ju të dy dilnit, pra kishit raporte, kishit Bashkëtonit. date, bashkëtonit, se që të shkosh deri aty sa ti besosh tjetrit që të japësh lek, pavarësisht sa e vogël ti jesh, duhet të kesh një lloj afeksioni, apo jo? Po i tash se thosh më keqja. Unë as nuk kam bashkëtuar me të fare. Nuk ishit bashkëtuar. Jo. Po, unë mendoj se ka qenë dashuria e parë dhe kuptoni. Prej kësaj ishte Jam dashuria e verbu parë. komplet. Jam verbu komplet. Ndoshta ka qenë dhe fakti që ai është prezantuar me këtë si dikush që ka një restorant, pra sikur nuk është as që keq me lekët. Po, O, përveç asaj, karakteri mendoj që ati duke qenë se ishte, Sofi- karakteri ati ishte tipik burr. Ai ishte jugor, po them. Na fliqe mër të rafte mira. Edhe mendon ajo që ndjesh vetëm për shembull dhe je jashtë edhe ai ka qenë shqiptar, ka gjetë po. të ngrohtësinë. I është duk okay. Fiks. Ishte i madh? Ky ishte më i madh se ty? Po, ishte diku 5 vite më i madh se unë? 5-6 vjetë. Ishte edhe nga jugu. Kur them Ai unë themi ish- dot nga cili vend i jugut? E themi, e themi. Jo, se themi. E mirë. A vën bas në kush mund të jetë? Vëmbas për Fieri. Unë Vëmbas është nga Fieri. Nga Fieri? Vëmbas është nga Fieri. Unë them është nga Tepelini. Jo, është nga Vlora. Një çun nga Vlora që i zhvat lekët gocave është e pabesueshme. Ju nga Vlora keni gjoksin grop. More fytyrën, more Çuna çot janë bë princesha, kështu që flasin kot për goca që gocat janë materialiste, këto janë ne. Atë pra po Se besoj diskutonim të Sofia, atë po diskutonim në këtë Gocat janë materialiste, po çunat kanë hap nivel të ri, pro. E kanë gjithmonë Unë ai i goca bord. ka majtë si princesh dhe prap miku. Iku ty shqyr që ti ku o motor, se nga në të kush e di së sa Mos të ardh. mos të ardhë më kur. Mirë, Që e më Sofi. mirë si më ka ndodhur një jetë që ka i. E vërtet. Tani besoj ti kur hyn në një marrëdhënie si ndjesh, a ke trust issues, probleme me besimin me meshkujt, mendon që pas 3 muajsh të kërkojnë 5.000 euro për Shumë shembull? pyetje bukur. Jo. Unë janë nxjerri gjithë keqin që kam atë janë nxjerri gjithë çunave që më shkruajnë. Edhe ju shkruaj. Dhe ja pra zinxhiri se si femrat Zinxhiri sillen dramave. keq
Edhe dalin Fiks të tjera. është fiks, bravo Megli, është fiks një zinxhir. Pra nëse një gocë është duke u sjell keq me ju, dijeni që një dobitç tjetër ua ka bërë juve këtë gjë, se gocat janë rregull më shok. Është dobitç më zemra se ja, ka dalë ai tani i ka vjedhur se kjo është vjedhje 9.000 euro. Tani si të ketë kjo besim te meshkujt e tjerë? E ha i tjetri, pa të keq po e ha. Ty edhe mondit thuj aty. Mirë Sofia, nuk e di gjë, kena pyetje tjetër? Jo, Sofia, faleminderit shumë që ndave me ne. Faleminderit shumë Sofi. Faleminderit. Fajlulka. Të ka Fajlulka. Unë mendoj që pas gjithë kësaj historie, Gjesi Tani na duhet, tani po. Erdhi momenti për një fund të lumtur, sepse kemi qenë duke shkullur flokët sot. Thjesht mendoj që ky është fundi për të menduar që ka akoma çuna tamam, e kuptoni që nuk do të zhvasni nga lekët. Që nuk kanë çuna që nuk kanë materialist, çuna që në këtë emision nuk na lejon etika brendi. Jesse, what do you mean? Nuk na lejon brendi pa manual. Po, nuk mund ta kuptoj. Nuk mund ta kuptoj. Unë tes për këtë moment që ti e bën këtë. Nuk mund ta kuptojnë ata që ne jemi njerëzore, humane, prej ndjenjash. Në vërtet. Ashtu. Ka akoma shpresë dhe dritë në fund të tunelit dhe disa nga gocat kanë ndarë me ne disa histori pozitive, siç e tham. Tani po lexojmë të parën. Ai pati një periudhë të shkurtër me probleme financiare. Nuk më kërkoi para, por unë e kuptova vetë dhe ndihmoja me disa pagesa të vogla. Dalje apo snacks. Asnjëherë nuk e diskutuam, por ai e vuri re. Pas disa kohësh, më dha 200 euro dhe më tha që t'i blija vetes disa rroba si të rat. Në fakt, maksimumi 50 euro mund të kem shpenzuar unë për ta. Cute, e shikon? Shiko, një dorë nga një tjetër, ngrinë njëri tjetrin dhe suportoni njëri tjetrin përpara. Përpara. Lezot tjetër. Je shumë rëzjat kjo episodi. Më ka ndihmuar gjithmonë me lek, sepse rroga ime nuk mjaftonte. Jemi në marrëdhënie në distancë dhe së shpejti do ikej tek ai. Këtë verë, pati probleme me shokët që iranë në burg. Edhe pse nuk më kërkoi para, unë ndihmova me disa lekë që kisha kursyer për të bërë hundën. Pas një muaji, unë ika nga puna dhe të gjitha shpenzimet më kanë mbuluar ai. Kur tentova t'ia ktheja, më tha ti përdorja për të bërë hundën. Ja, merr dhe jep të dy. Marrëdhënie. Nga vetë fjala me zyshën. Marrëdhënie. Isha e lidhur me një djalë prej 4 vitesh. Ishim 18 dhe 19 vjeç. Unë vija nga një familje e pasur, ndërsa ai nga një familje mesatare. Kur mori vesh pozitat e familjes time, më tha se duhet të punonte shumë që të ishte i denj për ta. Dhe pse unë nuk e kisha problem, ai vjej në siklet nga dhuratat që unë i bëja dhe kështu rrallë herë më lejonte të paguaja. Unë ndam se kishim problemet tona, por prej ti nuk më ka munguar asgjë. Tani ati i ka ecur shumë mirë dhe madje më ka shkruar, por unë kam pëlqim për dikë tjetër, edhe familja ime e donte shumë atë djalë. Mirë, kjo është një histori Pres pak pozitive. për reagim. Bravo Qa më Megli. shkruani këtu, qa më shkruani. Pres vetu, nuk është nevojë ta kem të shkruar. Po pse nuk është dash pozitive? Pozitive Po është. mirë se ta ndarë tash. Po janë ndarë, ajo thot qartësisht që janë ndarë për arsye të tjera, nuk është ndarë për arsye financiare. Policia Është financiare. problemi në momentin që të shtëpisë fillojnë ta duan shumë partnerin tënd, atëherë ndahesh. Atëherë thua, po këta çfarë shohin No, ne këtu? pa. Mirë, shiko. Ishte humor, ishte batut. E pse thash nuk është shumë pozitive se po ta vësh re, është kjo fjalia. Tani aty ka ecur shumë mirë dhe madje më ka shkruar. Se ka menduar që të punoj shumë që të shkoj në nivelin e kësaj. Shikon që Tani ekzistojnë me këta. që i ka shkruar, Sa s'do më kjo. shumë bukur. Cute. Shumë mendoj ta mbyllim me energji pozitive. Ne. Se sot u zgjatëm, po mesazhi, çfarë mesazhi do të japim? Një mesazh se kemi folur pafund sot. Leku te leku. Leku te leku. Që ti të lumtur gjithë. Unë do thoja mjafton qeshuri se bota është e jotja. Mire, mos u streso. Çdo gjë zgjidhet. Nëse do të bësh lek, mund të bësh lek, vetëm vëri vetes disa pika në jetë dhe mos u shpërqendro. Por mos paragjyko dikë pa e njohur për shkak të faktorëve të jashtëm. Absolutisht. Period. Megli Askaj. Period. Pole. Njerëz, ambicia edhe ajo pika që tha Megli dhe çdo gjë në jetë E vërtet. do zgjidhet. Ne ju duam shumë, mos harroni na dëgjoni në Spotify se kemi harruar ta përmendim Spotify. Ne jemi në Spotify. Apo në subscribe aty poshtë në YouTube. Dhe asnjë episod nuk mbyllet pa Jessin, të lutem. Me mend në kokë, me këmbë në tokë, ose jo. Shihemi episodin tjetër. Bye. Ándale.